Nai Murseli dhe Granit Plava dënohen me burgim të përjetshëm për vrasjen e Liridona Demajt. Gjykata Themelore e Prishtinës, Departamenti për Krime të Rënda ka dënuar me burgim të përjetshëm Nai Murselin për vrasjen e gruas së tij, Liridona Demaj. Me burgim të përjetshëm është dënuar dhe i akuzuari tjetër, Granit Plava. Ndërkaq, i akuzuari tret, Kushtrim Kokalla, është dënuar me 30 vjet burgim. Si dyshohet se ndodhi ngjarja e rëndë. Mbrëmjen e 29 nëntorit të 2023-shit, Liridona Demaj u vra në një rrugë në fshatin Bërnic të Prishtinës, teksa ishte në vetur bashkë me bashkëshortin Nai Murselin dhe 2 fëmijët e tyre. Akt akuza e ngarkon Murselin se kishte planifikuar vrasjen e saj me qëllim që të përfitonte nga sigurimi i saj jetësor në Suedi në vlerë prej rreth 260.000 eurosh. Kokalla akuzohet se kishte njoftuar Murselin dhe Plavën, i cili akuzohet se ishte dorasi. Plava akuzohet se kishte vrar Ademajn me armë zjarri duke qelluar në kokë, sipas ekspertit mjekoligjor, në një largësi prej 2 deri në 5 cm. Sipas prokurorisë, ai kishte kryer vrasjen në këmbim të 30.000 eurove nga Murseli. Mirëpo gjatë gjyqit, Kokalla ka deklaruar se marrëveshja me Murselin për të marrë përgjegjësinë e vrasjes ishte për 250.000 euro, por që të mos përmendeshin shumat mëdha, ishin dakortuar që në polici të përmendin vetëm 30.000 euro. Ndërkaq, prokuroria e rastit, Javorka Perlinçeviç, ka deklaruar se gjatë shqyrtimit gjyqësor, Murseli e kishte mbajtur për krahu bashkëshorten e tij që të mos i shpëtonte plumbit. Naimi në mënyrë dinake, me dorën e tij të djathtë e kishte mbajtur Liridonën për krahun e dorës së saj të majt me qëllim që ajo të mos i shmangej plumbit, pas çka Naimi me fëmijët ka dalë nga vetura dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Ka thënë prokuroria në nisje të procesit gjyqësor në 31 janar 2025. Pistoletën me cilën ishte kryer vrasja Murseli akuzohet se kishte bler nga Tom Dodaj për 280 euro në ditën e ngjarjes tragjike. Ky i fundit ka pranuar fajsin në fillim të procesit gjyqësor, ndërsa në shkurt 2025 u dënua me 5 vjet burgim dhe 5.000 euro gjob për veprën penale importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e pa autorizuar armëve apo materialeve plasëse. Mirëpo, pas rreth një viti, gjykata e apelit ja uli dënimin Dodajt në 3 vjet burgim dhe 3.000 euro gjob, duke përmendur si faktor pranimin e fajësisë, kërkimfaljen ndaj familjes viktimës dhe faktin që nuk ishte qenë në dieni se për çfarë do të përdorej arma që kishte shitur.